Une s'jam dërgune ngarkus. Mira nu njerëzit, apo mi testue. I pa njëri thot, thuja ti një fjalë, këshire çka po tataj më sani ti. O banëve burr, thuja ke çka kemi thon, pastaj këshira çka më thon. Ç'kjo burrni apo? Jo ti gjuje një fjalë, këshire ti testoja. Keni pa kjo probleme tani që jemi te familja. Shumica e probleme bëhen kështu. Shkon e merr në nasihat të gabum. Thot thuja ti nanës ç'është buritan këshira çka po thot. Po ama i ka mundësi ta shlon çikën ta letë shtëpia. E pastaj çka? Shohim pastaj donjëherë dhe arroganca të larta. Ani thot ti e kon drejt. Pse prishet një familje për një tek dikujna, për një ignorancës dikujna, ani nanë e ki po s'di, rri. Nanë e ki po, babë e ki po s'di, rri. Vetë di kanë shka di, mos e prish familjen. Allahu Gjelluala, në gjuhën e pejgamberit na ka mësue, se gjëja me urrëtur te Zoti, cila i gjërave halal, talaki. Se do Allahu talaki. Ku jetë ai fëmijë? Një copi jetë te nana, një copë te baba. Andaj, sa është e rëndë që ti ta prishësh një familje? Kujdes shumë. Andaj çka i